Është një privilegj që të jemi së bashku me ju sot. We feel privileged and blessed. Ne ndihemi të privilegjuar edhe të bekuar. Many of your brothers and sisters in Christ in America are with us today. Shumë nga vëllezërit e motrat në Amerikë sot janë së bashku me ne. Although they are not here physically, Megjithëse ata nuk janë këtu fizikisht, they are with us in spirit. ata janë së bashku me ne në frymë. I come to tell you that many people love you, Kam ardhur t'ju them që shumë njerëz ju duan, people you have never met, njerëz të cilët ju nuk i keni takuar, but they love you in Christ. por ju duan juve në Krishtin. And they celebrate with you this important day. Dhe ata janë duke festuar së bashku me ju në këtë ditë të rëndësishme. What a special day this is. Po çfarë ditë e veçantë që është? It is a day that God has planned. Është një ditë të cilën Zoti e kishte planifikuar. For many years, God has known this day. Për shumë vite me radhë Perëndia e dinte këtë ditë, Because God planted in you a hope and a dream. sepse Perëndia planifikoi tek ju një shpresë dhe një ëndër. And you have been faithful to that hope and that dream. Dhe ju keni qëndruar besnik të kësaj shprese dhe të kësaj ëndre. You have worked hard. Keni punuar shumë fort. I know that today many of you are tired E di se shumë nga ju sot jeni të lodhur, because you have worked hard to make this happen. sepse keni punuar fort që ta bëni të mundur këtë gjë. You have worked on walls Keni punuar tek muret, and floors. tek dyshemeja, You have moved furniture. keni transportuar mobilje, You have set up sound systems. keni vendosur sistemet e zërit. Not yet. And God knows that you are tired. Dhe Perëndia e di që ju jeni të lodhur. Today I hope you can rest. Shpresoj që sot të shlodheni At the same time, we praise God. dhe në të njëjtën kohë ne adhurojmë Perëndin. My sermon will be short Predikimi im i sotshëm do të jetë i shkurtër, because today I have come only to tell you a parable. sepse sot kam ardhur t'ju them një tregim. I will tell you the parable because I want you to know more about me, Dua t'ja them këtë histori sepse dua që të dini diçka më tepër në lidhje me mua, but I will also want you to know more about God. po do desha që edhe ju të dini pak më tepër në lidhje me Perëndin. If Më you shumë. listen to the parable, Nëse ju do ta dëgjoni këtë tregim që do t'ju them, you will learn about God. ju do të mësojnë në lidhje me Perëndin. So I begin by telling you two English words. Dhe do ta filloj duke ju thënë juve dy fjalë në anglisht. These are two words that mean everything to me. Këto janë dy fjalë të cilat për mua janë gjithçka. I heard these words many years ago. Këto fjalë unë i dëgjova shumë vite më përpara. It was 1956. Ishte viti 1956. In 1956, I was a boy. Në vitin 1956 unë isha një djalë i ri, një djalosh. I was 12 years old. Isha 12 vjeç. Very short. Shumë i shkurtër. That is when my father's favorite brother said these words to me. Dhe ishte në këtë periudhë kohore kur vëllai i preferuar i babait tim mi tha këto dy fjalë. My father had 7 brothers, Babai im kishte 7 vëllezër, but Cluis was his favorite brother. por Kluis, jo Luis, Kluis, ishte vëllai i tij i preferuar. All of my father's brothers owned
automobile service stations. Të gjithë vëllezërit e babait tim kishin në pronësi karburant, po së bashku me servisin për makinat. Kështu janë në Amerikë. In a small town named Meridian, Mississippi. Në një qytet të vogël në meridian të Mississippit, në Amerikë. Every Saturday morning, my father and his brothers met together. Çdo të shtunë në mëngjes, babai im së bashku me vëllezërit e tij mblidheshin së bashku. Long before the sun came up, they met in a restaurant. Përpara se dielli të lindte, ata mblidheshin në një restorant. It is a famous restaurant in my hometown. Është një restorant shumë i njohur në qytetin time të lindjes. This restaurant has been in business since 1870. Dhe ky restorant është në funksion, do të thënë është i hapur që nga viti 1870. It is so old and so much a favorite. Është kaq i vjetër si restorant edhe kaq i preferuar nga njerëzit aty. They don't even have a lock on the door. Nuk kanë as çelës tek dera. Every Saturday morning, my father and his brothers met there for breakfast. Dhe çdo të shtunë në mëngjes, babai im së bashku me vëllezërit e tij mblidheshin, takoheshin aty së bashku për të ngrënë mëngjes. It was not a British breakfast. Nuk ishte një mëngjes anglez, klasik anglez, It was an American breakfast. por ishte i stilit amerikan, një mëngjes i stilit amerikan. After we had eaten too much, Pasi kishim ngrënë jashtë mase, we paid for the meal paguanim për and atë we që kishim walked ngrënë out the door with no lock. dhe dilim jashtë derës e cila ishte pa çelës. Very close to the restaurant, my uncle Clewis had parked his truck. Aty jashtë xhaxhai im ky Kluis kishte parkuar atë kamionin e tij. As we walked close to the truck, Clewis did something. Kur ne ju afruam kamionit të tij, ai bëri diçka. He took the ignition key in his hand Ai mori çelësin e makinës, që ndizet makina në duart e tij, and he threw the key toward me. dhe ai hodhi çelësin drejt meje. I caught the key. Unë i kapa And then Clewis said those two words. dhe atëherë Kluis, xhaxhai im tha këto dy fjalë. Do you want to know what they were? A dini ose keni dëshirë se cilat fjalë ishin këto? Clewis said to me, Kluis, xhaxhai im më tha, "You drive. ti do ngasësh. You drive." Ti do ngasësh, pra do ngasësh ti kamionin. I looked to my father. Unë pasha tek babai im, My father smiled. babai im buzëqeshi, I grabbed the key, mora çelësin, opened the door, e hapa derën, stepped up on the running board of the truck, hipa pra te shkalla e kamionit, sat down beneath the steering wheel, ula dhe isha poshtë timonit, sepse isha i shkurtër. tried to see over the steering wheel. Isha duke përpjekur që të shikoja mbi timonin, I pushed one foot on the clutch, me një këmbë shtypa freksionin, reached the other short leg over to the starter, dhe këmbën tek nisja, tek gazi, pushed the starter, shtypa atë të gazit, started the truck, dhe kamioni u ndes. put the the truck in reverse, Janë ato kamionet automatik në Amerikë. backed that truck carefully into the street. E nxora pra e vura në mashinë mbrapsht edhe e nxora me kujdes në rrugë. And do you know what I did next? A e dini se çfarë bëra pas kësaj? I drove that truck. Dhe unë vazhdova që ta angas këtë kamion. Të sqaroj që ishte nga ato kamionet që i themi në Shqipëri karotrec, në ato që mbajnë transportojnë makinat kur prishen. I was only 12 years old.
Isha vetëm 12 vjeç, I would drive that truck and many other vehicles. dhe pas kësaj fillova të ngas jo vetëm këtë kamion, por edhe makina të tjera. I drove my father's truck. Ngisja edhe kamionin e babait tim. I drove our family cars. Ngisja edhe makinën familjare më pas. I drove the vehicles of my father's customers. Ngisja po ashtu edhe makinat e klientëve të babait tim. Age 12, age 13, age 14. Që nga mosha 12 vjeç dhe në moshë 14 vjeç. By the time I was age 15, the state of Mississippi gave me a license to drive. Dhe kur mbusha 15 vjeç, shteti i Mississipit më dha një patent për të ngarë makinat. But by that time I had already been driving for 4 years. Po dhe në atë kohë unë isha duke ngarë makina për 4 vite me radhë. I tell you that story Ju a them këtë histori, because I want you to hear God's word. sepse do doja që të dëgjoni të fjalën e Perëndis. I want you to listen to the scripture. Do doja që të dëgjoni fjalën e Perëndis. The scripture story is more important than my story. Dhe historia e fjalës së Perëndis është më e rëndësishme se sa historia ime. Listen as Nico reads the scripture story to you. Dëgjoni pra atë që do lexojmë nga Veprat e Apostujve, kapitulli 1, vargjet 1 deri në 15. Do ta lexoj nga përkthimi i ri që kemi, kështu që nëse diçka nuk ju duket e njohur. Trajtesën e parë, o Teofilun, e bëra rreth gjërave që Jezusi filloi të bënte dhe të mësonte, deri ditën në të cilën u mor lart në qiell pasi u dha urdhërime nëpërmjet frymës së shenjtë, apostujve që zgjodhi, të cilëve mbasi ai vuajti dhe u aparaqiti veten të gjallë me shumë prova të qarta gjatë 40 ditëve, duke u parë prej tyre duke folur për gjërat rreth mbretërisë së Perëndisë. Dhe duke u mbledhur bashkë me ta i porositi që të mos largohesh nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit, të cilin, tha Jezusi, e dëgjuan nga unë, sepse gjoni vërtet pagëzoi në ujë, por ju do të pagëzoheni në frymën e shenjtë, jo shumë ditë mbas këtyre ditëve. Kështu kur ata u mblodhen dhe pyesnin duke thënë: Zot, vallë në këto kohë ja rivendos mbretërinë Izraelit? Por ai u tha: nuk ju takon juve për të njohur kohra apo periudha, të cilat Ati caktoi me pushtetin e vet. Por ju do të merrni fuqi kur të ketë ardhur fryma e shenjtë mbi ju dhe do të jeni dëshmitarët e mi, qoftë në Jeruzalem, e qoftë në të gjithë Judenë, dhe në Samari dhe deri në fund të dheut. Dhe si i tha këto, dhe sa ata po shihnin, u ngrit lart dhe një re e mori larg nga sytë e tyre. Dhe siç ishin duke shkuar ngultas drejt qiellit, ndërsa ai po shkonte, ja, po qëndronin pranë tyre 2 burra me veshje të bardhë, të cilët edhe thanë: O burra Galileas, pse qëndroni duke parë drejt qiellit? Ky Jezus që u mor nga mesi juaj në qiell, do të vijë pikërisht në atë mënyrë që e vërejtët duke shkuar në qiell. That story is the most important story. Kjo histori që lexuam është më e rëndësishme, But I want you to remember my story. po do doja që ta mbani në mend edhe historinë time. That story and my story are similar. Të dyja këto historitë janë të ngjashme me njëra tjetrën. Each one of those stories happens after a meal. Të dyja këto historitë ndodhen pas një ngrënie. Jesus gathered his disciples together to what we call the Last Supper. Jezusi i mblodhi dishepujt e tij tek ajo që ne themi darka e fundit. He told them that his body would be broken. U tha atyre se trupi i tij do të thyej His blood would be spilled. dhe gjaku i tij do të derdhej. And then he gave them a new command. Dhe në atë moment ai u dha atyre një urdhërim të ri. His new command was that they were to love each other. Dhe urdhërimi i tij i ri ishte që të donin njëri tjetrin. And then Jesus washed their feet. Dhe më pas Jezusi u lau këmbët. Jesus became their servant. Jezusi u bë shërbëtori i tyre. And he told them that they were to be servants also. Dhe u tha atyre se edhe ata do duhej që të ishin shërbëtorë.
Scripture says it this way. Fjala e Perëndisë na e thot në këtë mënyrë. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done. Tani pra, unë, Zoti dhe mësuesi juaj, ju kam larë këmbët, dhe kështu në të njëjtën mënyrë ju do të lani këmbët e njëri tjetrit. Unë ju kam dhënë një shembull dhe këtë shembull ju do duhet që ta ndiqni edhe ju. Po lexoj të përkthyer, sepse është në anglisht. When Jesus told his disciples to wash feet, Kur Jezu u tha dishepujve të tij që të lanin këmbët e njëri tjetrit, it was like my Uncle Clovis telling me to drive the truck. ishte njësoj si xhaxhai im Kluis, i cili më tha, më urdhëroi që të ngas atë kamionin. And this morning I want you to hear it that way. Dhe do doja që në të njëjtën mënyrë ta dëgjoni dhe ju këtë urdhërim të Jezusit. With the example of Jesus in front of us, Me shembullin e Jezusit përpara nesh, we are to care for the world. ne do duhet që të tregojmë, të interesojmë për botën. Now remember this. Si dhe mbani ndërmend këtë gjë. When my Uncle Clovis gave me the key to his truck, Kur xhaxhai im Kluis më dha çelsin e tij të kamionit të tij, he was giving me something very valuable. ai më dha diçka shumë të me vlerë, shumë të shtrenjtë, me vlerë. When Jesus gave us the key to his church, Kur Krishti na dha, kur Jezusi na dha çelsin e tij për kishën, he was giving us something very valuable. ai na dorëzoi neve diçka shumë të shtrenjtë. There was some risk involved. Por ekzistojnë edhe rrezikje në këtë. A 12-year-old boy driving a truck? Një djalosh 12 vjeçar të ngasi një kamion, There was the possibility that I could mess up. ekzistonte rreziku dhe mundësia që unë të bëja shumë gjëra, të bëja shumë rrëmuj. I don't know if you've ever worked in a service station for automobiles or not. Nuk e di nëse keni punuar ndonjëherë në servis për If you haven't, I want to tell you something. nëse keni punuar në servis për makinash, atëherë do doja t'ju thosha diçka. There's nothing more valuable than a truck. Nuk ka asgjë më me vlerë se sa një kamion. And I will tell you something else. Dhe do doja që t'ju thosha edhe diçka tjetër. Clovis could drive the truck better than Bobby. Kluis, xhaxhai mund ta ngjiste më mirë këtë kamionin se sa unë. But he gave me the key and he said, "You drive." Por ai më dha çelsin dhe më tha që ti do ngasesh. It is like that with Jesus and the church. Është njësoj si Jezusi së bashku me kishën. You gather here today for the first worship service in the new building. Ju jeni mbledhur sot këtu për të kryer atë shërbesën e parë në këtë ndërtesë të re. It is a valuable gift that you have received. Është një dhuratë e çmuar të cilën ju e keni tashmë në duart tuaj, keni marrë. Many small churches do not have a church like this. Shumë kisha të tjera më të vogla nuk kanë një kishë të tillë, një ndërtesë të tillë. Many people have given money so that you could have it. Shumë njerëz kanë dhënë nga të ardhurat e tyre që ju të keni mundësi ta keni këtë. Jesus did not give you this church just so you could admire it. Jezusi nuk ja dha këtë kishë që ju thjesht ta admironi atë. Clovis did not give me the keys to his truck so I could admire it. Kluis, xhaxhai im pra nuk mi dha çelësat e kamionit që unë thjesht të admiroja kamionin. Clovis wanted me to drive the truck. Por Kluis, xhaxhai im donte që unë ta ngjisja atë kamion. He wanted me to take him to where he could do his work. Ai donte që unë ta çoja atje ku ai të mund të bënte punën e tij. Jesus wants you to use this building. Jezusi dëshiron që ju ta përdorni këtë ndërtesë.
But Jesus wants you to use it so he can do his work. Por ai do që ta përdorni, që ai të mundësoj punën e tij, veprën e tij. Jesus can do his work any way he chooses. Jezusi mund ta kryej veprën e tij në çdo lloj mënyre që ai dëshiron që ta bëj. But he has chosen to do his work through his church. Por ai ka marrë vendim, ka vendosur që ta bëj veprën e tij nëpërmjet kishës. What might have happened if I had not driven the truck? Çfarë do të kishte ndodhur nëse unë nuk do ta kisha ngarë atë kamionin? What would have happened if I had pitched the keys back to Cluis? Çfarë do të kishte ndodhur nëse unë do t'ja kisha hedhur mbrapa çelësat xhaxhait tim? No, he wanted me to drive the truck. Jo, ai donte që unë ta ngisja këtë kamion. You see, he trusted me. Shikoni pra se ai më besoi. Pati besim tek unë. In the same way, Në të njëjtën mënyrë, God is trusting you Perëndia ka besim tek ju to do his work për të kryer veprën e tij in Athens, Greece. në Athinë të Greqisë. Who will care for Albanians in the name of Jesus? Po kush do të interesohet për shqiptarët në emrin e Krishtit? You will. Ju do ta bëni. Who will share the love of Jesus with everyone in Athens? Kush do ta ndajë dashurinë e Jezusit me të gjithë në Athinë? You will. Ju do ta bëni. Who will drive this truck? Kush do ta ngasë këtë kamion? You will drive this truck. Ju do ta ngisni. It is a special day. Është një ditë e veçantë. It is the first day Është dita e parë in the new building. në këtë ndërtesë të re. But it is not the last day. Por nuk është dita e fundit. It is the first day Është dita e parë to drive the truck. për të ngarë këtë kamion. May God bless you Perëndia ju bekoft, as you drive this truck. ndërsa ju jeni duke ngarë këtë kamion. Amen. 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 Faleminderit. Thank you.